Isha studente dhe jetoj në një pallat që gjithmonë dukej sikur më vështronte me dyshim. Shkallët ishin të ftohta, muret të verdha nga vitet dhe çdo muaj vinte e njëjta flet. Detyrimet e shkallës. Për disa ishin thjesht disa para, për mua ishin dilem, turp dhe ankth. Administratori i pallatit ishte burr në të 50-tat, gjithmonë me një blok në dorë dhe një buzëqeshje që nuk e kuptoja nëse ishte mirësjellje apo llogari. Ai dinte gjithçka për të gjithë, kush vonohej, kush gënjente, kush kishte borxhe, dhe dinte edhe për mua, studenten që punonte me orë të pjesshme, që kthehej vonë dhe fliste pak. Fillimisht më thiri për sqarim. Zëri i tij ishte i qetë, por dhoma ku ulëm ishte e ngushtë. Më foli për rregulla, për përgjegjësi, për faktin që të gjithë duhet të kontribuojnë. Unë i thash të vërtetën, nuk isha para. Ai më dëgjoi më gjatë se sa duhej. Pastaj heshti. Në atë heshtje ndjeva se diçka po ndryshonte. Nuk e tha drejt për drejt. Asgjë nuk u kërkua me fjalë të pista, por sugjerimi ishte aty, i rënd, i veshur me fjalë të buta dhe të shikime që nuk ishin më neutrale. Mundësi, marrëveshje, një zgjidhje që nuk shkruaj në asnjë rregullore. E pranova, jo sepse doja, por sepse lodhja ime ishte më e madhe se frika ime. I thash vetes se ishte zgjidhje, se isha e rritur, se po kontrolloja situatën, por brenda e dija që po bëja qetësi me trupin tim. Nuk flitet shumë për ato takime. Ato ndodhin në heshtje, në orë kur pallati flinte. Nuk ishte romans, nuk ishte premtime, vetëm një marrëdhënie e ftohtë, kur unë merja disa muaj pa pagesë dhe ai merrte diçka që nuk do ta pranonte kur publikisht. Pas çdo here kthehesha në dhomën time dhe ndihesha më e lehtë financiarisht, por më e rëndë shpirtërisht. Zogu im heshte për ditë të tëra. Trupi im ishte aty, por mendja ime ishte larg, duke u përpjekur të mos e quante veten viktim, as fajtore. Kaluan muaj, unë mbarova semestrin, fillova të fitoj pak më shumë. Një ditë i lash parat mbi tavolinë dhe i thash se nuk isha më nevojë për lehtësime. Ai më pa me një shprehje që nuk e harroj. Jo zemërim, por humbje kontrolli. U largova nga i pallat pak më vonë. Askush nuk e di historinë time. Në letra gjithçka është në rregull, detyrimet janë paguar, rregullat janë respektuar. Por unë e di çmimin. Dhe sot, kur kaloj pranë pallateve të vjetra, e di që ka histori që nuk shënohen në asnjë blok administratori, histori studentësh, grash, njerëzish që bëjnë marrëveshje me veten për të mbijetuar. Kjo ishte imja.